Përshëndetje të dashur miqtë e mi, ja ku po ritakohemi, vazhdojmë të takohemi në fakt me ngjarjet më të fundit. Kam patur mesazhe të shumta në Instagram duke më pyetur Tiron, nuk na solle gjë nga festa e Lunës, nuk na solle gjë nga ditëlindja e vajzës së Luizit, çfarë ka ndodhur, çfarë ditëlindje i kanë bërë. Unë në fakt e solla ditën e djeshme ditëlindjen e Lunës, solla një video ku edhe ja urova me gjithë zemër ditëlindje, sepse janë një video fantastike, unë konsideroj një respekt jashtëzakonisht të veçantë për këtë familje, por normalisht do ta komentojmë pak ditëlindjen që Kiara dhe Luizi i bën Lunës. Tani ditëlindja e parë, vitin e kaluar, ju festua Lunës pikërisht më datën 1 maj, ku Kiara kishte përzgjedhur një ambient të tepër luksos, një qytet të vogël fëmijësh, ku kishte shumë botë, shumë lojra, shumë ëndra, u manifestua me muzikë, me këngë, ku kënduan shumë artistë, performuan shumë këngëtar. Domethënë ishte një ditëlindje që realisht mund të shndrohet edhe në një përrall, në një libër dikur. Domethënë ka qenë një ditëlindje jashtëzakonisht e bukur. Por këtë vit Luizi dhe Kiara kishin preferuar që Lunushi ta feston pak në mënyrë më private. Pse në mënyrë më private? Nga fakti sepse çifti është në një angazhim shumë të lartë të përditshmërisë së tyre, të punës së tyre. Ato po punojnë me një intensitet të fuqishëm, nga që tashmë po bëjnë edhe udhëtimet filmit të tyre Loja e fundit, një film që në fakt po dhuron shumë dashuri, po dhuron shumë pozitivitet, dhe kështu që Luizi preferoi që të gjithë këtë manifestimin, të gjithë këtë momentin e bukur, Lunës t'ia festoj në shtëpinë e tyre, në ambientin e tyre. Me patjetër që nuk ishte një ambient i thjeshtë, domethënë Kiara kishte punuar në dekorin e shtëpisë që kishin përzgjedhur të bëhet gjithçka me pink, domethënë që nënkupton ngjyra e preferuar e Lunës është pink. Kishte veshur një fustan shumë të bukur, i punuar me saten, dhe një tortë që ishte një zemër që simbolizonte atë energjinë shpirtërore që Luna e ka në këtë shtëpi. Domethënë Luna në shtëpi është një zemër e vërtet. U duartrokit shumë nga publiku, prit me shumë dashuri. Normalisht që në këtë fest kanë qenë edhe familjarët më të afërt të Lunës, që nënkupton kush mund të gëzon më shumë ti për Lunën përpos së gjyshes dhe gjyshes tjetër, hallës, dajës, nuk mund të gëzon njëri tjetër. Dhe kështu që Luizi kishin preferuar që këtë festën të bukur ta mbajnë shumë private, ta manifestojnë në shtëpi me një darkë të vogël dhe duke shoqëruar me dashuri dhe buzëqeshje. Kjo është arma më e bukur në fakt që mund të bësh në familjen tënde. Më pëlqen tradicionaliteti që kanë, domethënë pa marrë parasysh që janë personazhe publik, janë si të gjithë të tjerët dhe prandaj do shumë publiku shqiptar, sepse unë atë që pash, domethënë Luna mu duk në atë stadin e të gjithë fëmijëve të tjerë, një ditëlindje e thjeshtë, njësoj si të tjerët me shumë dashuri. Dhe kjo është një kulturë që Luizi dhe Kiara mundohen që të mbjellin edhe tek fëmia i tyre. Unë i uroj të gjitha të mirat dhe uroj me zemër që gjithmonë të na befasojnë me momente të këtilla.